në drejtim të Shturbullovës, nuk është dëmtu ura, por është dëmtu shtrati i rrugës për shkak të daljes së lumit Drenica dhe të shtohet kujdesi më i madh sepse mund të binë anash me makina. Dërsa rrugë që i kom pas të blokume nga vërshimet nga drenasi për të guri plakës drejtim të Slatinës dhe Fushë Kosovës, tani mund të jetam qytetarëve që është hapur, por gjithmonë të kalojnë me kujdes si qytetarë dhe ministri, sepse mund të ketë ngrica dhe mund të ketë rreziqe në rrugë. Mirë, a ka vëmendje tjetër, ku duhet të kenë tjetër, në cilën zonë tjetër drenasi duhet të evitojnë qytetarët dalit pa nevojë ndoshta? Arben, në çdo vend mbi lumej ku i kemi ura, duhet me pas kujdes sepse lumi ka gry shtratin e rrugës, jo urat, por shtratin e rrugës edhe janë me rrezik. Prandaj çdo koncesionar tash në orë të vona kanë filluar me ra ujë edhe me u zbulu urat, edhe është me rrezik se s'kemi mujt me i kontrollu gjitha akoma. Dhe me ditë edhe gjendjen e urave. Mirë, kryetar, a shërbyen edhe këto vërshime për t'identifiku pika të reja, sensitive të themi, brenda komunës, apo këto janë probleme që i keni ditur edhe me herët realisht, i keni pasur t'identifikuar, apo? Në komunën time gjithë lumejt, shtretit e lumejve i kemi rregullu në 2021 dhe nuk kena pas problem me vërshimet. Vërshimet kanë ndodhur për shkak se gjithë territorin e Kosovës e ka përfshi në një rreshje madhe shiut, e ka përfshi edhe komunën tonë, edhe sigurisht nuk ka pas ndonjëherë. Unë jam bukur i vjetër mosh, nuk ka ndodhur me pas ka shumë prurje të ujit, prandaj edhe ka ndalë. Po është edhe defekti që ndërtimet ilegale për gjatë lumejve ose në nivelin e lumejve janë ndaluar me ligj, por njerëzit kanë ndërtu sepse nuk është respektuar mjaftueshëm ligji dhe prandaj edhe po kanë probleme. Në komunën tonë i kemi evakuar rreth 20 familje, jo rreth 20 familje, por 20 familje, cilave ju ka hi ujë në shtëpi dhe ka qenë pamundur qëndrimi. Ndërsa qindra shtëpi kemi që ju ka hi ujët edhe ja ka mush fatin e parë ose edhe bodrumet, po që nuk janë largu nga shtëpitë e tyre. Kam kryetarin e Ravecit drejt për drejt. Kryetar,